Një mbrëmje që duhej të përfundonte me një takim u kthye në tmerr në një motel të Shkupit. Një burr ka rënë prej një grabitjeje të planifikuar me kujdes nga 2 gra dhe 2 burra. Sipas prokurorisë themelore publike e Shkup, viktima fillimisht ishte joshur nga 2 të dyshuarat femra, por në vend të një takimi ai është pritur me dhunë brutale dhe grabitje. Ngjarja ka ndodhur më 30 tetor kur i dëmtuari kishte shkuar në një motel në Shkup me njërin nga të dyshuarat. Ajo i kishte propozuar të telefonojë një vajzë tjetër me pretendimin se do të ndihmonte për të gjetur një hotel më të mirë dhe më të lirë. I dëmtuari është pajtuar dhe pas bisedës telefonike është bindur të largohet nga moteli. Ndërkaq, 2 burrat, të cilët ishin në marrëveshje me gratë, e kanë sulmuar me doreza boksi derisa ai ka humbur ndjenjat, duke i marrë parat në një shumë prej 200.000 denarësh, telefonin dhe dokumentet personale. Sa i përket kësaj ngjarje, Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka hapur hetim ndaj të 4 personave, 2 burrave dhe 2 grave, të dyshuar për veprën penale gravitje, në bazë të neni 237 paragrafi 4 në lidhje me paragrafin 1 të kodit penal. Sipas akuzës, të dyshuarit kanë vepruar në grup dhe me forcë kanë marrë një personi shumën prej 200.000 denarësh. Ndërsa po dilnin nga dhoma në oborin e errët të motelit, ato janë pritur nga 2 burra që ishin në marrëveshje me gratë dhe së bashku e kanë sulmuar viktimën. Ata e goditën me grusht në kokë dhe në trup derisa ra në tokë dhe nga xhepat i morën parat, telefonin celular dhe kartën e identitetit. Prokurori i kërkoi gjykatës caktimin e masës së paraburgimit për të 4 të dyshuarit për shkak të rrezikut të arratisjes dhe mundësisë së përsëritjes së veprës penale. Për njërin nga të dyshuarat femra, e cila ka qenë në arratitje kur ka kryer krimin, paraburgimi do të fillojë të zbatohet sapo të gjendet dhe të arrestohet.